Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi trisht, pas 18 vitesh martesë, çifti i njohur i showbizit i japin fund. Alesha Dixon ka konfirmuar ndarjen nga partneri i saj prej 18 vitesh, Azuka Onoin. Pavarësisht ndarjes, dyshja ende jetojnë bashkë për hir të vajzave të tyre, Azura dhe Anaya. Burimet pranë çiftit u shprehën se Dixon po përpiqet të menaxhojë situatën sa më mirë. Së fundmi, ajo kaloi pushime me miqtë e saj në Xhamajka për të marrë një shkëputje nga rutina e saj e ngjeshur. Thuhet se marrëdhënia e tyre ishte kthyer në një miqësi përpara ndarjes dhe nuk kishte më pasion. Ata u pan për herë të fundit së bashku në një event në korrik të 2023-shit, ndërsa në rrjetet sociale nuk kanë publikuar fotografi më me njëri tjetrin. Megjithse u përfol se ishin martuar fshehurazi në 2017-ën, ata kurrë nuk e kanë konfirmuar këtë gjë. Për momentin, të dy vazhdojnë të bashkëprindërojnë dhe të ruajnë një marrëdhënie të respektueshme për hir të fëmijëve të tyre.